Opozita ka kërkuar shtyrjen e ligjit për deklarimin e të ardhurave deri në 2015, duke argumentuar si domosdoshmëri që lidhet me mungesën e një sistemi të mirëfillt informatik. Por mazhoranca i miratoi vetëm ndryshimet në draftin për deklarimin e të ardhurave, gjatë mbledhjes së Komisionit Parlamentar të Ekonomisë, duke rrëzuar kështu kërkesën për shtyrje të afatit bërë nga deputeti Arben Ahmetaj. Ky ligj dhe numri i madh i deklarimeve do të bëjë që sistemi të konfuzohet, madje në një moment edhe të mos arrijë të krijojë një marrëdhënie të shëndosh midis sistemit dhe tatim paguesit. Përsëri, propozojmë shtyrjen deri ditën që administrata të jetë gati. Deri ditën që Ministria e Financave të vijë dhe thotë po e kemi sistemin, po e kemi teknologjinë, po e kemi softin, po e kemi testuar. Kam një pyetje, a është testuar? Sipas zëvendës ministrit të Financave Alfred Rushaj, sistemi është provokuar për sa i përket deklarimeve dhe shtoi se administrata tatimore ka kapacitetet e duhura për përpunimin e tyre. Aktualisht me këto ndryshime, numri i deklaratave do të ulet nga 50.000 deri në 100.000 maksimumi. Nga 1 janari 2012 është një çështje e zgjidhur. Nga 1 janari 2012 ka një sistem që është testuar, është provuar, është vënë në provë dhe funksionon për dorëzimin e deklaratës për sa i përket listë pagesave të punëmarrësve. Ndryshimet në ligj parashikojnë shtyrjen e afatit të deklarimit të të ardhurave nga muaji prill deri në shtator të këtij viti, si dhe rritjen e pragut të deklarimit nga 200.000 lekë të reja në 2 milion lekë të reja. Nga ligji përjashtohen tatim paguesit që realizojnë të ardhura jo më shumë se 2 milion lekë në vit, si dhe të vetëpunësuarit të cilët kanë qarkulluar deri në 2 milion lekë në vit.